Përshëndetje të gjithë shikuesve të dashur. Sot do të zhytemi thellë në botën e ëndrave, ato mesazhe misterioze nga nënvetdia jonë që shpesh na lënë të menduar. Në këtë video do të shpjegojmë 17 kuptime të zakonshme të ëndrave që nuk duhet të injoroni kurrë. Këto nuk janë thjesht fantazi natënore, ato mund të zbulojnë sekrete rreth vetdijes suaj, emocioneve të fshehura dhe jetës suaj të përditshme. Imagjinoni sikur mendja juaj po ju flet nëpërmjet simboleve, duke i kuptuar mund të merrni vendime më të mira dhe të jeni më të lumtur. Do të marrim kohë për secilën duke u zhytur në detaje, shembuj dhe pse ndodhin. Le të fillojmë menjëherë me të parën. Ëndra 1, humbja ose bllokimi. Kjo ëndër vjen shpesh kur ndihesh i humbur në jetën reale, sikur je në një rrugë pa krye. Mendoni për situata ku ndjeni pasiguri të madhe, ndoshta një vendim i ri në punë, një marrëdhënie që nuk po ecën siç duhet, ose edhe probleme financiare që ju mbajnë zgjuar natën. Nënvetdia juaj po tregon se ka paqartësi, nuk e dini saktësisht cilin hap të merrni tjetër. Kjo mund të lidhet me komplikacione emocionale, si frika nga e panjohura, ose fizike, si ndjesia se jeni të bllokuar në një rutinë të mërzitshme. Për shembull, nëse ëndërroni se jeni në një zyrë plot me dyrë të mbyllura, kjo pasqyron ankthin tuaj për karrierën. Mos e injoroni, merrni një fletore dhe shkruani hapat e mundshëm për të dalë nga kjo situatë. Kështu do të ndiheni më të fuqishëm. Kjo ëndër është një thirrje për veprim, sepse nëse vazhdoni të injoroni, pasiguritë do të rriten. Mendoni për të, çfarë po ju bllokon vërtet sot? Është koha të reflektoni thellë. Ëndra 2, kutit. Kur ëndërroni kuti, mendja juaj po flet për fshehje dhe sekrete që po rëndojnë mbi ju. Ndoshta dyshoni se një mik ose partner po ju mban diçka të rëndësishme larg, si një gënjeshtër e vogël që po smadhohet. Ose, më keq akoma, ju vetë keni një sekret që po ju ha nga brenda, një gabim i së kaluarës që nuk e keni pranuar. Hapja e një kutie në ëndër është momenti kulmor. Nëse është plot me gjëra të çmuara, do të thotë se do të zbuloni diçka pozitive, por nëse është bosh, kjo reflekton ndjenja të thella pa kënaqësie, sikur jetën tuaj po e ndjeni si një premtim të pambushur. Për shembull, një grua që ëndërroi një kuti bosh në shtrat e kuptoi se ishte e pakënaqur me punën e saj dhe vendosi të ndryshojë. Këto ëndra vijnë kur nënvetdia kërkon transparencë. Pyesni veten, çfarë po fshini? Duke e hapur kuti emocionale, do të çliroheni dhe do të ndiheni më të lehtë. Është një simbol i fuqishëm për vetdi. Ëndra 3. Mundësitë e humbura. Këto ëndra janë si goditje në stomak, humbni një autobus, një tren apo aeroplan dhe zgjoheni me një ndjesi keqardhjeje. Kjo pasqyron pikërisht atë që ndodh në jetën reale, keqardhje për diçka që nuk e ndoqët në kohë. Ndoshta një lidhje dashurie që e lat të kaloj, një ofertë pune që e refuzuat nga frika, ose një hobi që e braktiset për rutinë. Mendja juaj po ju tregon se koha po ikën dhe se duhet të veproni tani për mundësitë e ardhshme. Për shembull, një djalë që humbi një fluturim në ëndër u kujtoi se kishte lënë pas ëndrrën për të udhëtuar dhe filloi të planifikojë një udhëtim real. Këto ëndra nuk janë dënim, por motivim. Analizojini, çfarë mundësie keni humbur kohët e fundit? Duke e pranuar, do të hapni dyert për të reja. Mos lejoni që keqardhja të ju mbaj peng, transformojeni në veprim. Ëndra 4. Rënia ose zhytja. Ndjesia e rënies së lirë ose e zhytjes në ujërat e errëta është frikësuese, apo jo? Këto ëndra tregojnë pafuqinë tuaj të brendshme ose ndjesinë se jeni të mbingarkuar nga presionet ditore. Ndoshta jeni të pakënaqur me jetën aktuale, një punë që ju ha energjinë ose marrëdhënie që ju bëjnë të ndiheni si në fundosje. Frika nga dështimi është e madhe këtu. Mendja juaj po paralajmëron se po rrezikoni të rrëzoheni emocionalisht. Për shembull, dikush që ëndërron se bie nga një pallat shpesh po lufton me stresin në punë dhe ka nevojë për pushim. Këto simbole vijnë kur nënvetdia kërkon balancë. Çfarë po ju mbyt? Merrni frym thellë, identifikoni burimin dhe ndërtoni një plan sigurie, si meditimi ose biseda me një mik. Kështu do të ndaloni rënien dhe do të filloni të ngriheni. Ëndra 5, të ndiqeni. Kjo është një nga ëndrat më të zakonshme të njerëzit me ankth, ku dikush ose diçka ju ndjek pa pushim. Simbolizon ikjen nga një problem real që nuk jeni gati ta përballoni, ndoshta një konflikt në punë, një emocion i fshehur si turpi ose një vendim i vështirë. Mendja juaj po thotë, mos ik, përballoje. Për shembull, një student që ëndërron se ikën nga një mësues ndjekës po shmang përgjegjësinë për një provim të dështuar. Këto ëndra rriten kur ankthi grumbullohet. Çfarë po ju ndjek në jetë? Duke u ndaluar në ëndër, imagjinoni se i përballoni, kjo ndihmon në realitet. Është një thirrje për kurajo, duke e konfrontuar, do të ndiheni më të fortë dhe më të lirë. Ëndra 6, dhëmbët. Tani le të flasim për dhëmbët, një temë e ndjeshme.
Të bien dhëmbët në ëndër tregon pasiguri të thellë, ndjenjë mosmjaftueshmërie në marrëdhënie, ku ndjeni jo të dashur, ose në punë ose shkollë ku friksoheni se nuk jeni kompetent. Është si të humbni fuqinë tuaj të folurit. Të hiqni dhëmbë vetë. Kjo është shenjë se diçka brenda jush duhet të dalë, një sekret ose emocion i shtypur që kërkon shprehje. Për shembull, një grua që hoqi dhëmbë në ëndër e kuptoi se duhet të fliste për problemet e saj familjare. Dhëmbët e kalbur tregojnë ankth të vazhdueshëm ose frikë nga sëmundja. Këto ëndra vijnë kur jeni të tensionuar fizikisht ose emocionalisht. Kontrolloni stresin tuaj ditor, vizitoni një dentist nëse është e nevojshme, por kryesisht punoni me vetvlerësimin. Dhëmbët janë simbol i vitalitetit, kujdesuni për ta. Ëndra 7. Milingonat. Milingonat në ëndra mund të jenë irrituese, por kanë mesazh të qartë. Ato tregojnë diçka që ju shqetëson ose irriton në jetën e përditshme, ndoshta një koleg i bezdishëm, një zakon i keq ose një problem i vogël që po zmadhohet. Mendja juaj po ju shtyn të merreni me të, mos ta lërni të grumbullohet. Në anën tjetër, milingonat mund të simbolizojnë vlerësimin e punës në grup, si në një projekt ku ndiheni si punëtor i vogël që kontribuon. Për shembull, dikush që ëndërroi milingona duke punuar së bashku vendosi të bashkëpunojë më mirë në ekipin e tij. Këto ëndra vijnë kur jeni në fazë organizimi. Pyesni, çfarë po punon brenda jush? Duke u marrë me irritimet do të krijoni harmoni dhe do të vlerësoni bashkëpunimin. Ëndra 8. Flokët. Flokët në ëndra prekin identitetin tuaj. Ëndërrimi për ta prerë ose humbjen e tyre tregon fusha në marrëdhënie që kanë nevojë për punë, ndoshta komunikim i dobët ose mungesë intimiteti. Gjithashtu, reflekton dëshirën për të shprehur anën tuaj seksuale, atë pjesë të egër që e mbani të fshehur. Flokët e gjatë simbolizojnë kërkimin e lirisë, si dëshirë për të ikur nga kufizimet familjare ose shoqërore. Për shembull, një vajzë që ëndërroi flokë të gjatë të lirë e kuptoi se donte të udhëtonte solo. Këto ëndra vijnë kur jeni në tranzicion personal. Flokët janë simbol i forcës, kujdesuni për ta duke u shprehur më hapur. Çfarë po preni nga vetja? Lironi atë energji krijuese. Ëndra 9. Uji. Uji është një simbol i fuqishëm, ëndërrimi për të tregon se ju pëlqen të merrni rreziqe ose keni nevojë të merrni më shumë. Ndoshta jeni në një fazë ku qëllimet tuaja janë të mëdha, si një karrierë e re ose një aventurë. Uji i qetë do të thotë rrjedhshmëri pozitive, ai i trazuar, sfida emocionale. Për shembull, dikush që notoi në det në ëndër mori një ofertë pune të rrezikshme dhe e pranoi. Këto ëndra vijnë kur në vetdia ju inkurajon të mos keni frikë. Çfarë rreziku keni shmangur? Merreni, uji pasqyron potencialin tuaj të pafund. Ëndra 10. Shtëpia juaj. Shtëpia është vetja juaj e brendshme, një hartë e mendjes. Bodrumi reflekton gjëra të lëna pas dore ose të pavetdijshme, si trauma të vjetra ose zakone të këqija që nuk i pranoni. Dëmtimi i shtëpisë sugjeron mungesë kujdesi për veten, vetë sabotim emocional që rrezikon mirëqenien tuaj. Për shembull, një njeri që pa shtëpinë e tij të shembur e kuptoi se po injoron shëndetin mendor. Nëse zbuloni hapësira të reja ose bëni përmirësime, kjo tregon progres pozitiv në një zonë jetësore, si një marrëdhënie që po forcohet. Këto ëndra vijnë kur jeni në reflektim. Eksploroni bodrumin tuaj, pastroni çfarë nuk shërben dhe ndërtoni të reja. Ëndra 11. Fluturimi. Fluturimi është ëndra e lirisë supreme. Do të thotë se jeni gati për vendime të guximshme, duke u çliruar nga presionet e jetës, punë stresuese, pritshmëri familjare. Ndoshta po planifikoni një ndryshim të madh, si largim nga qyteti. Për shembull, një grua që fluturoi lart vendosi të divorcohet nga një martesë toksike. Këto ëndra vijnë kur energjia juaj është e lartë. Përqafoni atë, imagjinoni fluturimin si metaforë për suksesin tuaj. Ëndra 12. Rrugët. Rrugët janë udhëtimi juaj jetësor. Rrugët e drejta dhe të qarta tregojnë një fazë pozitive, ku gjërat rrjedhin pa pengesa, sukses në projekte ose harmoni personale. Rrugët me kthesa ose të vështira nënkuptojnë sfida, ose nevojën për të rishikuar stilin e jetesës, si zakone të këqija shëndetësore. Për shembull, dikush në një rrugë malore e kuptoi se duhet të ndryshonte dietën. Këto ëndra udhëzojnë navigimin tuaj, zgjidhni rrugën e duhur. Ëndra 13. Të qenit zhveshur në publik. Kjo ëndër zhvesh frikën e gjykimit, ndjeni se dobësitë tuaja janë të ekspozuara. Simbolizon nevojën për vetpranim, për të mos u fshehur pas maskave. Për shembull, një menaxher që u zhvesh në mbledhje e kuptoi se friksohej nga kritika. Këto vijnë kur jeni vulnerabël. Pranoni veten, kjo çliron. Ëndra 14. Lulet. Lulet tregojnë mundësi të reja, një dashuri ose projekt emocionues. Lulet e vdekura paralajmërojnë fundin e diçkaje, si një miqësi toksike.
Për shembull, lulet e freskëta inkurajuan dikë të hapë një biznes. Këto ëndra festojnë ciklin e jetës, mbyllni farat tuaja. Ëndra 15. Baltë. Baltë tregon se jeni bllokuar në zgjedhjet e gabuara, koha të çliroheni. Gjithashtu, simbolizon rritje dhe rilindje sipas një krize. Për shembull, dikush i mbuluar me baltë vendosi të ndryshojë karrierë. Pastroni baltën emocionale, lindni një version të ri. Ëndra 16. Dështimi në një test. Kjo shkakton ankth për të ardhmen, ndjeni të papërgatitur për sfida. Vjen te ata në tranzicion si fillimi i një pune të re. Për shembull, një student dështoi në ëndër dhe studioi më fort. Është thirrje për përgatitje, mos keni frikë, mësoni. Ëndra 17. Ëndrat e përsëritura. Këto janë mesazhe të fortë nga nënvetdia, përsëriten derisa të kuptoni diçka për rritjen tuaj personale, si nevoja për falje. Për shembull, ëndra e njëjtë për vdekje përsëritur e shtyu dikë të shpreh dashuri. Regjistroni dhe analizoni, do të ndalojnë kur të veproni. Përfundim. Faleminderit që na ndoqët. Nëse keni ëndra të tilla, shkruani në komente. Abonohuni për më shumë dhe aktivizoni zilen. Qëndroni të vetëdijshëm, ëndrat janë çelësi juaj.